Përdorimi i drogave në Kosovë nuk është më problem vetëm i të rriturve. Institucionet shëndetësore dhe organizatat që trajtojnë varësinë, po përballen gjithnjë e më shpesh me raste të fëmijëve dhe adoleshentëve. Sipas vlerësimeve institucionale, mosha mesatare e përdoruesve të drogave ka rënë ndjeshëm nga 21.4 vjeç, sa ishte më herët, sot llogaritet rreth 16 vjeç. Ne kemi patur raste edhe të personave të moshës 9 ose 10 vjeçare, për të cilët prindrit kanë kërkuar ndihmë. Mjekët tregojnë se shumica e prindërve paraqiten për ndihmë pasi vrejnë ndryshime të theksuara në sjelljen e fëmijëve, izolim, agresivitet, rënje në mësim apo probleme emocionale. Pse po bie mosha? Sipas ekspertëve, rënja e moshës lidhet me presionin në shoqërisë, problemet familjare, mungesa e perspektivës dhe qasje e lehtë në substanca narkotike. Kanabisi mbetet droga më e përhapur, por vitet e fundit është shënuar rritje edhe e përdorimit të kokainës dhe medikamenteve pa recetë. Të na janë 14, 15, 16, 17. Pra, grupmosha e të rinjve në 18 vjeç, kur mas tepër fillojnë përdorimin e drogës. Një pjesë madhe prej tyre janë sot në programet tona trajtimi. Sa i madh është problemi? Sipas të dhënave të siguruara nga Radio Evropa e Lirë, numri i përdoruesve të drogave në Kosovë vlerësohet rreth 40.000. Vetëm gjatë vitit të kaluar, në klinikën e psikiatrisë në QKUK u ofruan mbi 30.000 shërbime të ndryshme dhe u regjistruan më shumë se 150 raste të reja të përdorimit të substancave narkotike. Fenomeni nuk kufizohet vetëm në qytetet e mëdha. Rritje e përdorimit po vlerësohet edhe në zonat rurale, ndërsa disa rajone si Gjakova konsiderohen pika tranziti për shpërndarjen e drogave. Çfarë mungon? Edhe pse ekzistojnë shërbime psikiatrike dhe programe këshillimi, Kosova ende nuk ka një qendër kombëtare për trajtim dhe rehabilitim afatgjatë. Sipas ekspertëve, mungesa e kujdesit pas trajtimit fillestar rrit rrezikun e rikthimit në përdorim. Institucionet thonë se strategjitë kundër drogës janë duke u zbatuar, por profesionistët paralajmërojnë se pa parandalim të hershëm në familje, shkolla dhe komunitet, mosha e përdoruesve mund të vazhdojë të bjerë.